Përmes një atmosfere festive, shkolla nëntëvjeçare Pashkovasa organizoi një aktivitet ku prezantuan 2 projekte në arsimin fillor dhe atë nëntëvjeçar. Organizimi erdhi në kuadër të ditës botërore të familjes. Kemi 2 projekte për të prezantuar. Projekti në arsimin fillor është ushqime tradicionale dhe projekti në arsimin e mesëm të ulët janë klasat rekreative dhe ambientet e gjelbërta. Me klasë rekreative ne kuptojmë klasa jashtë kufive të zakonshëm që jemi mësumi pa klasat, por klasa të hapura që krijojnë kreativitet, japin frymëzim për nxënësit. Jemi përqendruar kryesisht te tradita e Shkodrës dhe kemi pru elemente tradicional që me të cilët ne krenohemi, që është pusi o burrëve shkodrane, janë biçikletat, janë punimet me shtiza, me grep dhe me mbledh me pak fjalë, domethënë kemi ricikluar gjithçka. Nxënësit kishin përgatitur gadime tradicionale të familjeve shqiptare dhe gjithashtu një hapësirë ishte dedikuar edhe gjelbërimit të ambienteve të kësaj shkolle. Na këtu për me prezantu 2 projektet tona, siç është njëri për ushqime tradicionale që ja u ka trashëguar gjysh atyre dhe prindët e tyre, edhe tjetri për 2 klasat rekreative që e kena zgjedhur bë për që fëmijët me pas një hapësirë me ajër të pastër jashtë, siç është edhe trashëgimia e Shkodrës, pusi dhe biçikleta. Sot është dita ndërkombëtare e familjes dhe kemi bërë ushqime tradicionale, si për shembull japraku, byreku dhe petullat. Aktiviteti u shoqërua me këngë dhe valle të interpretuara nga nxënësit e shkollës nëntëvjeçare Pashkovasa, ndërsa pjesë u bën dhe përfaqësues të drejtorisë arsimore në Shkodër.